Po flas për këtë rastin që ndodhi para ca muaj që kisha këtë kolpën e alergjisë. Ndjehesha e fortë psikologjikisht për ta çuar përpara. Sepse thoja e ke forcën, është forca pjekuria moshës, e gjitha dhe thoja, unë këtë do ta ha me dhëmb, se ne themi këto gjërat. Po. Këto gjërat që unë këtë ta lë, jep vetes, ja thua vetes non stop, unë këtë ta bëj. Do ta bëj, kam darë mendje do ta bëj, s'ka zë, do ta bëj. Dhe të del, dhe të kur normalisht ti je shef një bulës, ti e kupton kuptoj deri ku. Deri ku mban ti e kupton se ti je shef kur ai gjëja nuk funksionon, ti as flet dot ajo, s'ka kuptim. Por ti je shef që kjo gjë është një gjë që mund të shkojë. Por duhet ta kesh nga ana psikologjike, emocionale, po psikologjike se truri jep çdo komand të mundshme deri për të ngrënën, deri për të